Një e fundit kjo, një mësymje e madhe, jo veç e pas luftës nga viti 99 e këtej, por ishte orvatje edhe e Serbisë së Miloševićit, që edhe luftën shlirimtare ku ishit vetë në atë luftë për lirinë tonë, në UÇK, u përpoq Serbia t'i jap karakter fetar, religjioz, gjë që nuk arriti, dështoi në kohën e UÇK-s. Vazhdoi kjo Serbi, edhe në pas 99-s e këtej, të bëj invazion duke rekrutu klerik, të cilët do ta radikalizonin popullsinë. E rrjedhimisht ky radikalizim do të shndërrohej në kërcënim për raportet tona edhe me aleatet, për ambicien tonë politike, për universin, për këtë galaktikën e civilizimit që i takoj me kështu me radhë. A ka nuhatur me vonesë Kosova këtë problem të Serbisë, këtë mësymje të Serbisë, këtë plan për të rekrutu, për të bërë spion, siç i shohim lajme të ditë mbi islamin politik, do t'i gecaj. Për fat keq. Sa pendjem këtë rrezik që nuk është fetar, nuk është plan i mirë menduar për të bërë pikë 5. Është fatkeqësi që ka njëherë qeveria jonë, qeveritë tona, jo vetëm njëna, po të gjitha në vazhdimsi prej pavarësisë Kosovës së kënej, nuk kanë qenë në gjendje ta kuptojnë se çka po ndodh në këtë fushë, në këtë segment që ju përmend me islamin Kosovë. Kur flasim për islamin Kosovë, në fakt na s'po flasim për islamin. Po flasim se islami është diçka tjetër. Po flasim për një prekje të sentimentit të popullatës tonë duke kamuflu mrena islamit. Edhe tash ty e di që njerëzit janë të ndjeshëm në raport me fenë, në raport me besimin. Atëherë vetëm e kanë marrë fasadën e islamit edhe po e përdorin për qëllime politike armiqësore kundër Kosovës. Është një grup i kufizuar, grupi fatbarësisht, pjesa më e madhe e klerikëve, hoxhallarëve janë vetëm në zor të madh në një klim të kërcënimin nga ky lloj, që mendojnë se interpretimi origjinal i islamit janë ata e jo të tjerë, jo shkolla tjetër. Ata kanë konflikt edhe mes vetë. Sakt. Një grup më racional. Që shëbo, po thëmë na me mos me ndje këtë do të dalim aty, po shiqo, Serbia para se me hi në luftë me Kosovën, ajo ka pas disa strategji çysh do të veproj me shqiptarët në Kosovë. Në qoftë se vjen situata me hi në luftë, nëse fiton luftën në rregull, nëse humb luftën, çka duhet me bë tutje? Edhe kjo pyetje shtrohet gjithmonë te palja kundërshtare. Dhe ata e kanë përgatitur terrenin shumë mirë. Jo e marrni mend se nuk jeni edhe shumë i ri, që sulmi i parë që ju ka bë Kosovës para luftës ka qenë arsimi. Dhe aty është bë fillimisht ai segregacioni, ndarja serb në një pjesë të objektit, shqiptar në pjesën tjetër, ose në objekte të ndryshme, edhe dikur edhe largimi i shqiptarëve krejt prej objekteve me helmime të kështu me radhë. Me helmime kështu me radhë, dhe tash kjo periudhë ka ndikuar direkt në uljen e nivelit të arsimimit të shqiptarëve. Na kemi rezistuar sa kemi mujtë edhe kemi bë. Po nuk është ai kualitet sikur kur merret i arsimimit, sikur kur merret në kabinet, sikur kur merret në podrum, i friksuar edhe ty e këshyr derën çdo moment kur po hen milicia serbe dhe po na arreston, po na kërcënon, po na vret, po na helmon, sikur kur merret arsimimi në kushte normal. Pse ka bë këto? Këto ka bë që në qoftë se e stabilizon çështjen e Kosovës me ato kapacitetet e veta që i ka pas policore ushtarake dhe e fut në sistem Jugosllav atëherë, apo në sistem përmrena sistemit serb, në rregull. Në qoftë se jo, vjen lufta. Po në qoftë se humb luftën, atëherë këtu gjen terrenin e përshtatshëm të një shtresë me një edukim tult arsimor, një shtresë e cila është dëshmuar që
edhe me testin PISA kemi dalë të funit në botë. Kjo është një shaj edhe pasojë asoj që na ka bërë Serbia në përgjithësi si shoqëni, sepse më pastaj ata dikur student që kanë studiuar në podrum edhe që kanë pas vullnetin më të madh të mirë dhe dëshirën më të madhe për arsimim, nuk kanë mujt me u arsimu deri në atë nivel sa të vedisohen në çdo segment. Dhe tash po shfrytëzohet ky terren edhe nga Serbia përmes një strukture që e ka krijuar që e quhen Islam, po që në fakt nuk është Islam edhe që po bjen ndesh me këtë pjesën tjetër të hoxhallarëve racional që janë patriotë dhe e dojnë vendin e vet. Absolutisht. Dhe përplasja tash nuk është vetëm mes këtyre dy grupeve, po përplasja po reflektohet edhe të popullatës, se popullata nuk është në gjendje me kuptu çka po mshefet mbrapa kësaj loje krejtësisht. Shumë investime rrezikshëm. Investimet janë të jashtëzakonshme edhe në kuptimin financiar, edhe në kuptimin e regrutimeve. Po e shohim, sidomos këto vitet e funit, po arrestohen imam të ndryshëm, po fatkeqësia është që edhe po lirohen. Edhe kjo është një tregues që Islami ka depërtuar në shumë sfera, edhe mbase edhe te prokuroria, edhe te gjyqësia, aty ku merren vendimet, dhe është shumë vështirë me quë çështjet përpara. Ka element bukur shumë të qartë që pikërisht këto grupe që thirrën Islam, vranë edhe policin Muhamet Lika, rështerin në Kaçanik, po. Dhe çdo gjë që me kuptu ka haja që këtë e banën ato rryma radikale, por për fat keq ti sheh njerëz që kanë sentiment fetar që i dalin mbrojtje të vrasëve e jo të policit i cili përfasojnë gjuhë fanatike, urrëtie. Po. Dhe nuk është mbase vetëm punë e institucioneve të zbatimit ligjit, por duhet të përfshihet edhe akademia, edhe vetë komuniteti i hoxhallarëve, që të heq perden e klimën e friksimit dhe të diskutojnë, sepse hapur po shihet një konstruksion inxhinieruar të mirë i Serbisë për të bërë pikë 5 shqiptarët mbi fen. Pa pranueshme duket kjo. Këtu janë gërshetuar interesa. Kjo nga janë gërshetuar interesa edhe të Rusisë, edhe të Serbisë, po edhe disa shteteve arabe, të cilat kanë për qëllim përhapjen e këtij që po e quajmë Islam radikal. Politik, po. Dhe fatkeqësia është që gjeneratat e reja në Kosovë nuk e majnë mend që na kemi qenë popullsi me shumicë islame edhe para luftën në Kosovë, po s'kemi pas probleme kurrë. Në verasan e quajtur islamizëm, shqetësim i madh. Që kjo është çajo që ka quajtur ri islamizëm, po ri islamizëm kuptimin negativ, jo në kuptimin e asoj fesë mirëfillte e cila promovon faqe. Dashnisë për Zotin, për paqen, për njëri tjetrin e tjetër. I dedikohet thjesht personit, individit për t'u një më mirë në këtë botë. Natyrisht. Edhe me shpresën që në botën tjetër do ta gjej ato që ai shpreson. Por kjo tani na ka çuar në një rrugë krejt tjetër e cila ka sjell huti të një pjesë e madhe e popullatës. Akademia e shkencave nuk e ka guximin me dalë shumë hapur me fol për këto çështje. Vjet është bën një tentativë, ka qenë një konferencë, mini konferencë ku është trajtuar tema shteti dhe feja. Është po çështje sigurisë kombëtare, që nuk ka lidhje me fen, zoti, prandaj pyetës. Sigurisht që ka të bëjë sigurisë kombëtare, kulturore. Një herë duhet ta kemi një fe racionale, një fe që e din vendin e vet, pozicionin e vet, që është e lidhur ngushtë edhe me shtetin, edhe me kombin e vet, dhe pastaj siguria vjen aty ku duhet. Përndryshe kështu, derisa ka shpërputhje mes çështjes kombëtare, shtetit dhe fesë, atëherë siguria është e cenueshme. Dhe shumë konsideroj që shumë më e rrezikshme është një fe kur keq përdoret se sa një politikë keq. Politikat janë të përkohshme.
Po. Ato ndryshojnë. Çdo 4 vjet mund të ndryshosh politikan. Mund ndryshojnë. Po. Eshe populli nuk po ban kjo, nuk po ecë ekonomia. Po midisin kulturor është problem me ndryshuar. Por midisi kulturor, narrativa, mendësia, doktrinimi, po. Këtu krijohet edhe mendësi, edhe në mënyrën e të mendumit, më pastaj besimit të gabum, sepse gjithkohën flitet. Një shtet i fortë po të ishte si duhet mirëfilli, i zhvilluar në tona rrafshet e tij, mbase nuk do të lënë të vend për këtë lloj fryme të indoktrinimit kulturor. Po e përmendëm në fillim që është kriju një terren i përshtatshëm për me mujt me vepru kjo mendësi. Dhe tani, ata kanë depërtuar edhe në disa institucione mjaft lartë shtetit. Mjaft lartë, dhe ato të sigurisë. Edhe të sigurisë. Po. Edhe të sigurisë. Po. Edhe gjyqësisë, prokurorisë. Problemi më i madh kur depërton parlament, depërton prokurori, në gjyqësi. Këto janë probleme, se për mbrana institucionit të sigurisë atje mund ndryshohet kur politika është stabile. Po. Me një qendrim prem, me një direktiv prem, me një urdhën prem, ato rregullohen. Po kur politika është e ndjeshme dhe e lëndueshme, fragjile në këtë drejtim, atëherë dështojnë edhe segmente sigurisë. Prandaj po them që më i rrezikshëm është indoktrinimi fetar se sa ky politik. Të falenderoj Gecaj për kohën për këtë temë, do doja të bisedojmë edhe me një panel profesorësh që kanë sfond kompetent diskutimit edhe kulturor e historik e sigurisë, pse jo, se si Kosova mund të ndërtoj një shtek, një korridor që dal nga ky kurth që mund të ke ndërtuar dhe e ka ndërtuar armiqtë tanë. Unë shpresoj që do të ketë edhe hoxhallar, pra edhe klerik në përgjithësi, edhe katolik, edhe ortodoks, racional, do të ketë edhe guxim intelektual për anës të akademisë dhe intelektualëve tjerë, dhe unë besoj që shumë shpejt do të fillohet edhe në këtë drejtim u debatu me ardërit një konkluzioni përbashkët i gjitha struktura, edhe intelektuale, edhe klerike, edhe shoqënisë civile, gjithsesi dhe të jepet një mesazh i qartë popullit, sepse popullin njëherë për njëherë institucionet vendore, shtetënore e kanë lënë anash, po ashtu universiteti ka në heshtje, në gjumë, akademia, dhe popullin nuk e ka qartë, dhe ai që e ka në dorë ma shumë, dhe është ma prezent, ai orienton, ai e drejton.